أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të gjithdijshëm shpirtit. Allahut i cili na dalloi nga të gjitha krijesat. Na bëri pjesëtar të fesë së vetme, të ummetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur e të çmuar, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salat dhe selamet ja dërgojmë njërit më të dashur në rrugën toksor, krijesës më të dashur tek Zoti, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin, do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër dhe ju të nderuara motra, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Vetë Ramazani është një olimpiad e të mirave të Zotit që na ka dhënë neve. Është një mundësi e madhe e përfitimit dhe përmirësimit shpirtëror. Andaj, këtë muaj duhet ta shfrytëzojmë në maksimum për me arrit kënaqësinë e Zotit të plotfuqishëm. Njeriu, si qenie më e përsosur e Zotit, është e përbërë prej disa komponentëve. Si pjesa fizike që kërkon ushqim, kërkon gjumë, kërkon veshmbathje, mirëmbajtje e kështu me radhë, gjithashtu edhe pjesa shpirtërore kërkon ushqimin e saj, mirëmbajtjen e saj. Dhe agjerimi pikërisht këtu e luan rolin më të rëndësishëm, sepse agjerimi nuk është vetëm një adhurim ritual, por është një rivendosje dhe mirëmbajtje dhe kombinim i qetësisë shpirtërore në mes trupit, shpirtit dhe mendjes. Ta kemi parasysh edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm, se Zoti në Kur'an, në surën Ra'd, ajeti 28, pjesë e fundit ajeti thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtet, pra vërtet me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Edhe kjo klima, kjo atmosferë e bekuar e Ramazanit na qetëson shpirtrat tonë, por nëse ne japim rëndësi një elementit kryesor të cilën do ta potencojmë në vijim. Njeriu, si qenie, posedon fuqi psikologjike. 3 fuqi psikologjike të veçanta janë enkas për njeriu. E para është kuvve gadabie, kalon në literaturë, e quajtur fuqia e agresivitetit. Pra njeriu në këtë jetë dinamike shpesh herë ndodh të jetë agresiv, të mos ketë në kontroll fjalët e veta, të ketë fërkime me anëtarët e familjes, me rrethin ku jeton, pra fuqia agresive del në pa. Dhe kjo është gjë e shëmtuar. E dyta është kuvve nefsi. Pikërisht, me këtë fuqi dalin në shesh epshet, kënaqësitë epshore që janë. Dhe në çdo mend që edhe këta janë për atyre të shëmtuarve. Dhe Zoti i plotfuqishëm përmes agjerimit na mëson neve një gjë të rëndësishme, e cila është këtë fuqinë e agresivitetit ta ulim, këtë fuqi epshore ta ulim përmes agjerimit, dhe të dalë në pa një fuqi e cila na afron më shumë tek Zoti, e quajtur kuvve aklije, fuqia racionale apo ajo e mendes. Përmes racios, përmes racionales, ne e kujtojmë më shumë Zotin, ne e duam më shumë Zotin, përkujtojmë rreth dhuntive të Zotit, përkujtojmë rreth të mirave që na ka dhënë Zoti i plotfuqishëm. Sepse në këtë jetë ne nuk kemi sëklete materiale. Falë Zotit, këto i kemi më mirë se sa tjetëri. Por çfarë kemi që ajo që na mundon
është rëngimet shpirtërore, të mos me qenurit të jo i kënaqur me ato që na ka dhënë Zoti. Gjithë mira që na ka dhënë, por përsëri kemi shtrëngime shpirtërore. E si mund ne ta stabilizojmë shpirtin dhe mendjen tonë? Atë e stabilizojmë përmes agjerimit dhe përmes asaj fuqisë aklije, pra kuve aklije, fuqisë mendore. Meditimi rreth Zotit, meditimi rreth Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, për gjithë të mira që na ka dhënë, është një obligim i ynë. Andaj ta vim dorën në zemër dhe ta shohim veten se si është gjendja në rrozullin toksor në krahasim me të mirat që i kemi ne. Sa të mira na ka bekuar Zoti. Prandaj rreth kësaj duhet të kujtojmë më tepër. Por të dashurit e mi, ta kemi parasysh një gjë. Allahu xhelle shanu e xhelle xhelalu na ka dhënë agjërimin për me na i qetësu shpirtrat tona, për me u afru me Zotin më tepër, edhe ku edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thot, agjërimi është mbrojtje, hadith tjetër, agjërimi është shëndet. Për shëndet është psiqik, shëndet shpirtëror, shëndet fizik, gjithë to i ka vetë agjërimi. Prandaj, si fjali që dua ta potencoj është që një dietar, një poet i madh i cili është shqiptar, ka thënë një fjali shumë të bukur. Agjërimi fillon pas Bajramit, Ramazani fillon pas Bajramit, haxhi fillon kur kthehemi dhe namazi kur e përfundojmë atë. Të tjerit i kanë thënë, këtë e ke gabim, jo ka thënë. Agjërimi fillon pas Bajramit. Atë që kemi përfituar ne, atë që jemi kënaq gjatë tërë muajit të bekuar të Ramazanit, e harxojmë pas saj, pas Bajramit. E kurse ai haxhiu i cili është kënaq me ato ritualet e haxhit, kur është kthy në vendlindje apo në atë vendin ku jeton, ai i shpreh ato mallëngjit dhe ato pozitat që është kënaq atje dhe i harxhon këto ato të mirat që i ka mësuar e kështu me radhë. Dhe ai person i cili falet, e fal namazin, kur del nga xhamia ose kur e përfundon namazin, atëherë i fillon namazi atij. Sa është kënaq namaz, atë e harxhon jashtë. Dhe ta rumbullaksojmë këtë duke e lutur Zotin e Plotfuqishëm, ja Rabbi, ne jemi për atyre që mundohemi ta agjërojmë Ramazanin që ti na ke bë obligim neve. Ne jemi gjunahqar, ne bëjmë gjunahe me vetdije, pa vetdije, për nder të asaj që mundohemi ta kemi imanin në shpirt, për nder të Esmail Husnas, për nder të agjerimit, na fal neve, na udhëzon neve, na beko dhe na bën prej atyre që do t'jesh i kënaqur me ne në këtë botë dhe të shpëtuar e të shpërblyer me Xhenetul Firdaus botën tjetër. Walhamdu rabbil alamin. Al-Fatiha.